sot është dita e bletëve. Thuhet se mund edhe të komunikosh me bletë, me sa e di. Alo, Përshëndetje. përshëndetje. Ju si eksperti i bletëve, apo? Po, shumë ekspert. Shumë ekspert. A komunikojnë bletët? Me zvete me njeri. Jo, me zveti e di që komunikojnë dhe shumë mirë qojnë, po me neve. Po, qëre bleta më në ka aftësimet njofte, din për shembull pronorin. Shqiptari. Po. Ani po, dhët. Hajde shqiptare. E din për shembull njerin, ai që kujdeset për to, e njohin edhe për shembull ato që sulmojnë, lidhen me to emocional lesh, nuk në bazë të emocione bleta të sulmon. Në bazë qysh mirë është ti kur të afrohesh afër tyne. E ata pronarin, ato që kujdeset për to, nuk e sulmojnë, nuk i bojnë dëm. E çfarë emocioni duhet me pas përballë bletës, që mos me sulmu? Përballë bletës e para nuk preferohet me qenë i parfumës, me pas parfum, lloj parfime, nuk lejohet, nuk pas qef ajera parfimit, e dyta... Po shqiptara e po vjetë e nanas, po shkojmë të ajo me parfum. Po nëse ti sillesh afër tyne. Okej. Me parfum, afër, jo... Jo, po mendoj që jam të e pi një prosecco në një lokal, edhe po më vjen një blet, po më sillet. Qush me vepru? Mos me më sulmu. Nuk të sulmon bleta, jashtë, do më thonë, se ti është për mi 10 metra largë kosherës, ajo nuk të sulmon kur. Ajo veç mundet mu që e ka hup rrugën, se ajo në lokal... Cili është dallimi mes bletës edhe grejzës? Nuk i preferon bleta lokale shumë. Ajo, s'po del ka fort. Ajo veç natyrën e don. Ajo bleta dhe grajzi varet çfarë se janë 2-3 lloje të grajzve. Po do grajzi na që njohëm ata të mëdhajt, ata janë ma të fuqishëm kur ta fshojnë. Ma të rrezikshëm se bleta. Po ai nuk të kafshon, ato veç nëse tenton me myt ose me prek fort, mundet më të sulmu, po jo kështu nuk vjen, ai është tutet më shumë. Bleta është ma egër për sulm. Për më sulmu, bleta të sulmon ma letë se grajzi. Okej, mirë. Kështu sa ma shumë e sulmon, aq ma shumë të dën, ha? A është e vërtet? Për shembull mu prom i ku marr një 13 koshere gjet non të lezit. Po. Edhe na kanë sulmu për një 20 copa. Edhe? Po bleta kur të sulmon, sidomos ti që se bleta e ka dhe një, bleta është, nuk jo këtë e kanë lënë bletën të shajt, edhe në libra të fese, se na populli jonë që një si bleta e shajt, pse bleta dhe nëse të hanë, ti që kujdesesh për të, nuk e ki atë dhimtën që e ke pas kur s'ke pas bletë, ose nuk je marrë me bletë. Kur të mirësh me bletë dhe kur të hanë të e një farë knatësie që të hangër, nuk është diçka, është shumë e shnetshme me të hangër bleta. A ti, do me thonë ndryshe pineve, ti një knatësi me të kafshu bleta? Po. Çdo bletar e një farë knatësie kur të kafshon bletave. Mirë shumë, shqiptar. Shumë edhe shumë. A ndron jetë bleta me njerë sa po të kafshon? A është e vërtet kjo kur ta lëshon thumbin? Edhe njerë? Kur ta lëshon thumbin, shqithojmë na?
Ajo na i thujmë, s'po guxoj na me thonë qysh e në Gjakovë. A ndron jetë? A është e vërtet? Po, Bleta ndron jetë. E më njerë me ja organizu ceremoninë, okej. Ja organizojnë motrat e veta, se po shumë motra. Ta o zemrën. Shqiptarë, mirë jena me frekuenca, krejt regull të rënë. Kejtë në regull jena tashtën e pi malit po thiri, të më thirë në vete, po mirë jena, gjithë shka në Mirë regull. jemi, okej. Faleminderit shumë, të përqafim. Juve shumë. Ditë të mbarë, ditë të mbarë. Hajde, Ciao, ciao. Shqiptar me hani ishte kolegu jonë, që është bashkëpunëtori jonë, i cili vazhdimisht është teren me në të gjitha majet ku ne i kemi antenat tona. Bleta ka gjithsej 5 sy, ndahen në 2 sy të mdhenj kompleks, të vendosur anash kokës, se cili përbët nga mira njësit vogla që quhen omatidja dhe ndihmojnë në shikimin e objekteve, lëvizjes dhe dritës. Këta sy i japin Bletës një pamje të gjerë panoramike të përshtatshme për fluturim. 3 sy të vegjël, sy të thjesht, të vendosur në formë trekëndshi në pjesën e sipërme të kokës. Këta sy nuk shohin imazhe, por masin, intensitetin e dritës dhe ndihmojnë në orientimin gjatë fluturimit. Antarktida është kontinenti i vetëm pa asnjë lloj blete. Temperaturat ekstreme të ulta dhe mungesa totale e luleve e bëjnë jetën e bletëve të pamundur.